Kristi Pinderi, mirë se ke ardhur në Close Friends. Mirë se të gjeta. Do festojmë sot 25 vjetorin e miqësisë son? U bën 25 vjetë, është e pabesueshme. E pabesueshme. Një çerek shekulli që na ka ikë sa hapë mbyll syt. Tani vetëm një gjë do më thuash, kë ke shoqe më të ngushtë, mua apo Gjeni Garaj? Po, një gjë është e sigurt, ty të kam më të vjetër. Më të vjetër. Në kuptimin shoqe më të vjetër. Po, më të hershme, thuaj, se kjo e vjetra se kur tingëllon pa keq. Po, sekretet më të mëdha ja thua Gjenit, apo jo? Në varësi të dinamikës, në varësi të kontekstit, se kam përshtypjen që edhe ty të kam thënë sekrete pafund. Më ke thonë dhe unë t'i mbaj kështu, i kam futur në një pus. Po, edhe që nuk është gjë e lehtë për ty të mbash sekretet të pa publikuara, kështu që t'jam mirënjohës për këtë gjë. Edhe unë të falenderoj gëzuar. Gëzuar edhe falenderit për ftesë. Mirë se erdhe dhe do bisedojmë gjatë sot edhe pse jemi në orën 1 të natës që po flasim. Tani Kristi, ne para se të fillojmë intervistën e nisëm me verë të bardhë. Por ti do na hapësh një verë të kuqe dhe më duket se do bëhemi tap sot. Unë do e hap verën e kuqe, po them ta mbarojmë të bardhën më parë dhe pastaj Po, ashtu do e bëjmë, do e pi me eks. Do e pi me eks këtë të bardhën. Po nuk e di sa do durosh ti, se ke sa net pa gjumë ke? Se sa po ke ardhur nga Maroku, në një udhëtim turistik që ke pasur në Marok, dhe ishe në Tiranë, u takua, shkove në Marok, erdhe prapë. Sa net pa gjumë ke? Po unë nga që jetoj në një zonë që është 9 orë diferencë, kështu që jam akoma me orën time të shtëpisë. Do për në Kanada e ke fjalën. Po, se ke vite që jeton në Kanada, po. Edhe kanë pothuajse 4 ditë pa gjumë, mirë po flen avion, kur ka mundësi flen nga 1 orë, nga 2 orë, edhe çuditërisht po funksionoj mirë. Po, shpresoj që të funksionosh, po të porosita disa herë, që kujdes se mos të zëgjumi gjatë intervistës. Po kjo nuk ndihmon shumë, kështu që të vënë në gjumë. Për momentin jemi mirë. Tani si ja kalove në Marok dhe ç'ne që shkove në Marok? Shkova në Marok sepse nuk kisha qenë, në fakt kisha disa vjet që doja të shkoja, për shkak të kulturës, për shkak të historisë. Po, duke jetuar në Kanada, unë kam kuptuar që ajo për cilën më merr malli është jo detyrimisht vetëm Shqipëria, apo jo detyrimisht këto Itali, Greqi që ne kemi një lidhje më të fortë, por në fakt më merr malli për kulturën mesdhetare. Do me thënë kultura mesdhetare, sidomos kur je larg mesdheu, është i ka të gjitha nuancat brenda dhe është shumë e larmishme. Ndonjëherë diferencat dhe ndryshimet janë si të prera me thik, nga Turqia, se kulturë mesdhetare është Turqia, është Spanja, është Maroku, është Algjeria, është Franca, jugu i Francës është Italia, është Shqipëria. Edhe çfarë të kujtoi ky udhëtimi në Marok, cilin libër të letërsisë, të quhet edhe komerciale, po edhe bestsellers. Dhe duke qenë se me gjithë diferencat mesdheu për mua është një kulturë e përbashkët, e madhe, gjeta për shembull ca ngjashmëri të jashtëzakonshme unë jam e Kuqjat, Orhan Pamuk. Ai përshkrua në fakt rrugicat e Stambollit. Megjithatë, ato rrugicat edhe ajo jeta e jashtëzakonshme që ai përshkruan atje më dhanë mu duk se i përjetova kur isha në rrugët e Medinës Fez. Fez është një qyteti ku unë isha, është qyteti ndoshta më i rëndësishëm kulturalisht e historikisht i Marokut, edhe pse jo më i madh, por ndër më të mëdhenj. Edhe ishte jashtëzakonshëm, më ka pasuruar dhe më ka dhënë një moment që do e mbaj mend gjatë për gjithë jetën. E kam shijuar shumë. Dhe uroj që herën tjetër ta bëjmë bashkë atë. Ta bëjmë bashkë, do të bëjmë një udhëtim bashkë, se kemi kohë që s'kemi bërë. Po, kemi bërë disa. Kemi bërë edhe
Edhe mban mend një herë që vdiqëm për parë të dhe ngrënë. Dalai Lamën. Po, kemi Po, parë kemi dhe parë Dalai Dalai Lamën Lamën. në ku kemi qenë, në Poloni? Poloni. Po. Dhe ishte kështu, si të thuash, diçka që s'është se flitej shumë atëherë për budizmin, apo jo? Dhe vetëm kur pam një zotëri me ato veshjen gjysmën e krahut zhveshur, dhe se kishte një djalë të vogël aty afër, që na bëri përshtypje, mban mend që kemi qenë tek ajo konferenca. Çfarë lidhje ke me Zotin, se ke emrin Kristi, dhe për më tepër Krishti u ngjall, apo duhet ta themi me verën e kuqe? Krishti është ngjallë, më duket ka ca javë që është ngjallë. Çfarë lidhje ke me Zotin? Unë jam rritur në një familje të krishterë. Nga ana e time mëje janë ortodoks shqiptar. Nga ana e timeti gjyshja nga babi ka qenë greke ortodokse. Po, se ke bërë një status që edhe unë që të kam miku çudita. Po. S'ma këshe thënë? Edhe kurse gjyshi ka qenë musliman nga Panariti. Do me thënë gjyshja nga Sotira Gjirokastës, e lindur në Dropull. E si e kështë emrin? Gjinovefa. Gjinovefa, po. Kurse gjyshi nga babi ka qenë musliman. Por unë në moshën 10 vjeç kam qenë në kish protestante në Pogradec. Dhe deri sa erdha në Tiranë, edhe ndoshta edhe 2-3 vjet të tjera pasi fillova shkollën këtu në Tiranë, frekuentoja kishën protestante. Ka qenë një marrëdhënie e komplikuar. Për sa kohë që isha i vogël, më ka dhënë një mbështetje të jashtëzakonshme, më ka ndihmuar pafundësisht. Më ka dhënë një sens përkatësie që sidomos për fëmijët e bullizuar apo për fëmijët që janë ndjejnë se janë ndryshe, edhe ndjejnë se ndoshta nuk janë brenda pritshmërive të shoqërisë të pasurit një sens përkatësie tek diçka më e madhe, shërben si një faktor mbrojtës për zhvillimin e fëmijës. Kështu që për atë periudhë të jetës sime, marrëdhënia ime me Jezus Krishtin ka qenë një faktor frymëzimi, ka qenë një faktor shërimi, ka qenë një faktor i gjetjes së një arsye më të madhe. Dhe Jezu Krishti ishte shumë i bukur. Aq sa duket sikur është një, si thua, burr me tipare femërore. Edhe janë hapur ca polemika më vonë në lidhje me këtë. Po nuk e Si mendon? Është një imazh i shpikur nga njerëzit, apo ashtu ka qenë Jezu Krishti vërtet? Aq i bukur. Shiko, mendoj ato çështjet e imazhit, sepse dhe bukuria fizike është një konstrukt social që ndërtohet në mënyra të ndryshme. Në rastin konkret, imazhi i Jezus Krishtit më shumë se sa realitet, gjasat janë të jetë një konstrukt kinematografik, më shumë se sa diçka e vërtet. Por Jezus Krishti që unë mbaj mend si fëmijë për te pamjes ka qenë një Jezus Krisht i dashur, ka qenë një Jezus Krisht me një zemër të pamas, një Jezus Krisht që nuk përjashtonte askënd, një Jezus Krisht që të falte për çdo gjë, një Jezus Krisht që ti mund t'i besoje të gjitha sekretet pa pasur frikë se do të paragjykonte. Kështu që ka qenë një Jezus Krisht krejtësisht i ndryshëm nga çdo rigiditet i feve të sotme dhe sidomos nga çdo interpretim i ngushtë që përfaqësues të feve mund t'i bëjnë atij Jezus Krishti. Kështu që unë kam një marrëdhënie të thashë të komplikuar, me nuanca të ndryshme, por Jezus Krishti fëmijërisime më ka mbrojtur dhe më ka bërë më të mirë. Të ka bërë më të mirë. Më ka bërë më të mirë edhe më ka rritur në një farë mënyre të ka shëruar me ato mesazhe dhe me ato mësime që ke pasur plag në atë moshën e fëmijërisë dhe kush t'i ka shëruar? Një imazh si Jezu Krishti apo një imazh tjetër femëror që mund të ketë qenë? Po flasim për kur kam qenë 10 vjeç, edhe deri në kohën kur erdha në Tiranë për shkollën e lartë. Plag
Më shumë se sa plagë, do të thoja kanë qenë procese të vështira të rritjes së një fëmije dhe të zhvillimit të një fëmije. Për shkak të divorcit të prindërve, po thua apo jo? Jo detyrimisht për shkak të divorcit të prindërve, po flas në atë momentin para adoleshencës, kur fillon kupton që ti je ndryshe, kur fillon të njohësh qoftë edhe seksualitetin tënd apo aspektet asaj që ti preferon edhe që ndoshta nuk përputhen me atë që shoqëria pret që të jetë. Mosha 13-14 vjeç, ndoshta më vonë. Kështu që në atë moshë, nëse ndodh një gjë e tillë, ti je krejtësisht i izoluar, je krejtësisht i vetëm. Gjë që është e padrejtë që një fëmijë të jetë i vetëm, të përballet i vetëm me dilema, me sfida, me pikpyetje kaq të mëdha identitare. Kështu që të qenë i ndërgjegjshëm që nuk isha vetëm në fakt, por sepse isha në praninë e Jezus Krishtit, paktën në atë moshë besoja vërtet në këtë mënyrë. Ishte një burim qetësie, ishte një burim mbështetje dhe suporti. Dhe ndoshta ndër më të krahas dashurisë pa kushte të time moje dhe të gjyshërve të mi, ka qenë ndoshta një ndër faktorët kryesor të mirë rritjes sime dhe të zhvillimit tim. Dremit liqeri, çfarë thot? Se mos na tremi tani me që është po unajtë pjekti. Poezia e Lazgush Poradecit. Po. Tani dhe ti je një pogradecar me shpirt poeti, shkrimtari, që ke lexuar shumë. Unë kam bërë poezinë e parë kur kam qenë 10 vjeç. Kam bërë poezinë e parë kur kam qenë 10 vjeç dhe çuditërisht nuk ka qenë as për liqerin. Pse të është liqeri njëraj? Këtë se kam studiuar në gjyrtare me shkollë. PhD, me doktoratur, kështu që ti duhet të na sqarosh. Nuk e di pse. Pse Lazgush Poradeci nuk e ka quajtur liqeri, po liqeri. Në fakt, po ti lexosh poezitë e tij, ka shumë ka një lloj gjuhë që nuk është ajo gjuha letrare, më kupton? Nuk e di pse. Dhe ka pak vështirësi, është njësoj si fishta në gegmisht. Ishte për çështje kapriçoje, ishte për çështje projektimi të një figure. Projektimi dhe për identifikim, për të identifikuar si njëri veçantë në botën e letrave. Për të qenë autentik edhe në një farë mënyre, duke qenë se kishte pretendonte se kishte një autorsi direkte me liqenin. A i duke si pronari liqenit të Pogradecit. Dhe shumë e çuditshme, të gjithë pogradecarët besojnë se janë pronarë të liqenit. Do më thënë është sindrom e gjithë pogradecarëve. Po sepse, shiko të them një gjë, edhe këtu ku jam në Kanada, unë jetoj në një provincë që ka rreth ka tjetra mira liqene. Njëri më i bukur se tjetri, po krahas liqeneve është edhe bregdeti i paqësorit dhe gjithë bregu perëndimor i Kanadas dhe ri perëndimi i Amerikës janë, për mua ndoshta është cepi më i bukur në botë, për shkak të natyrës, për shkak të bregut të oqeanit. E megjithatë gjithë njerëzit do preferonin të shkonin buzë oqeanit, mua më pëlqen, më tërheqin ato liqenet. Nga që ke origjinën nga Pogradeci. Po, edhe shtëpinë kemi bler, e kemi afër një liçeni. Të gjithë njerëzit në Pogradec ndihen pronar të liçenit sepse influenca që ka ajo hapësirë ujore është e jashtëzakonshme, është pjesë e identitetit. Do të thënë në një moment të caktuar, uji dhe sidomos uji i liçenit bëhet pjesë e identitetit tënd. Edhe ti jo pa qëllim, je frymëzuar dhe ke shkruar një libër që gjithë subjektin e ka tek ai liçeni i Poradecit. Po themi Poradecit, siç e quante Lazgush Poradeci.
Ai është një libër Si titullohet? 1997. Është një libër autobiografik. Ku ti tregon Kur unë historinë tregoj histori nga jeta ime, përgjithsisht fëmijërinë, adoleshencën time edhe marrëdhënien time të parë të dashurisë në Tiranë dhe kjo me një djalë. me një djalë. Apo sigurisht. se ti ke pas dhe të dashur një vajzë. Jo, Do ndaloj me that. Jo, është Ka qenë për- bjonde, më duket. Bëhet fjalë në libër është historia ime e parë e dashurisë me një djalë. Edhe është i ndërtuar në atë mënyrë që historitë tregon paralelisht, edhe është një libër i vështirë për të lexuar, sepse tregon për ato që të përmenda më parë, për ato format e të rritjes e të përballjes me ca të vërteta të vështira, por edhe e të qenit vetë përballë një shoqërie që mund të jetë shumë e ashpër, shumë e egër, edhe abuzive. Aty ka momente përshkrimit të formave të ndryshme të abuzimit, kështu që për shumë njerëz është një libër i vështirë, edhe kush e ka lexuar qoftë edhe për ta edituar apo për të dhënë një mendim e ka pasur të vështirë. Qa ka ai libër? Një moment të vështirë që të jetës së Kristi Pinderit, që për shembull dikujt mund të jetë dukur shumë e tmerrshme. Po unë nuk do të thoja. Bëhet fjalë për abuzim. Bëhet fjalë për forma të ndryshme të abuzimit, ashtu siç bëhet fjalë edhe për pamundësinë për të ndërtuar një marrëdhënie dashurie, edhe për ta jetuar atë marrëdhënie dashurie në një qytet si Tirana. Konteksti historik apo backgroundi historik është viti 1997, një vit trazirash, një vit kaotik, një vit Do të thënë, ndërkohë që flasin plumba, ti kishe mendjen për dashuri, çka? Kështu i bie. Jo tamam ashtu, por mund ta thuash edhe ashtu. Dije libri nuk është në treg, kështu që libri edhe mund të flasim më gjatë për librin, po për fat keq njerëzit do kenë kuriozitet dhe s'do dim ku ta gjejnë. Pse nuk është në treg? Sepse nuk është botuar, masivisht, nuk është botuar masivisht, por ke botuar disa kopje dhe i ke prezantuar. Është botuar një edicion i a thuhet kështu? Është botuar një seri. Është botuar një seri e atij libri. Edhe është shpërndar falas. Sepse ka qenë pjesë e një projekti. Ndoshta mund ta ribotojmë. Kur ta ribotojmë, edhe kur ta destinojmë për një publik më masiv, atëherë do vim prapë dhe do flasim me detaje. Do flasim. Atëherë e pive ti verën e parë, tani do hapësh verën e kuqe. Do filloj intervista e vërtet tani. Po u afrova një çik me këto pyetjet për librin, po nuk s'kam arritur aty ku duhet? Bravo. Shift. E vështirë. Ti e ke qe verën, Kristi? Jo ta hapësh. Jo, deri diku e ke pas qe verën. Apo jo? Unë kam pas një marrëdhënie të... Cila ka qenë marrëdhënia jote me... Të vështirë me alkoolin. Po. Kam pas një marrëdhënie abuzive me alkoolin. Abuzive? Se mbaj mend, ka qenë një periudhë që më merrje mua në telefon, thoje jam në një lokal këtu. Dëgjoj, do të them para se të flas për atë. Ishte këtë skenën këtu që e hap shishën dhe haron ta shpërndash për gota, unë kam parë në një emision tjetër tënde, më duket. Kush ka qenë personazh? Duke po më vjen shumë, dihem shumë në siklet tani. Tani jep të drejtë personazhit. Hajde gëzoj. Jep të drejtë personazhit. Do më thënë, ke pas marrëdhënie problematike me alkoolin, kur dhe si? Unë kam qenë i alkoolizuar. Dhe këtë e them jo që të jap ty mundësi të bësh ato titujt e tmerrshëm për ta promovuar podcastin. Sikur fillon ti, o Klotilda. O Klotilda, po mirë, deri këtu arrite? Shiko, unë kam
Ne kemi punuar bashkë në atë shë. Për shumë vite unë kam qenë gazetar. Ai ka qenë një profesion shumë i vështirë në Shqipëri. Aty kemi mësuar gazetarin, po. Po aty kemi mësuar gazetarin për një arsye ndoshta të lidhur me historinë e brezave përpara nesh të gazetarisë, se që ishte një ide, unë do të thoja idiote sot, që të bësh e gazetari mirë, do të thosh detyrimisht duhet edhe të ishe pak pjanec, edhe të pije pak. Kush ta jep të shembullin se ka pas sa personazhet? Ka pas shumë personazhe të gazetarisë që kanë pas marrëdhënie të komplikuar me alkoolin, edhe kishte ngelur kështu si legjendë që të ishe i vërtet, të duhet të kishe pirë. Po, duhet të kishe këtë shpirtin bohem që të pije dhe pastaj të ulesh e të shkruaj. Po, gjë që nuk është e vërtet. Kështu që... Edhe si nisi marrëdhënia jote me alkoolin dhe si përfundoi? Jam gazetarët aty në për këto sëkulldirat e profesionit, edhe në këto shtigjet e të panjohurës që të sjell gazetaria, sidomos në vitet 2000, kur ne kemi punuar. Që ka qenë ajo gazetaria. Dhe pastaj më ka vazhduar gjatë. Deri ditën kur kam ikur nga Shqipëria, mendoj se isha i alkoolizuar, sepse pija për ditë, ndonjëherë mund të filloja alkoolin shumë herët, ishte një formë, ishte një mekanizëm mbrojtje, ishte një formë se si ndoshta forma më e lehtë që unë zgjidhja për të mbijetuar në një shoqëri si Shqipëria, për të luftuar, për të punuar, për të mbrojtur veten, për të kujdesur për time më, për të gjetur ato forcat e mia të brendshme për të edhe jetoje, se më shpjegove një ditë bukur kur ishim në kafe. Pija the alkool dhe më duket sikur jetoja në një sipërfaqe të lumtur. Domethënë dilja në një sipërfaqe që për momentin të dukej e bukur. Po, sepse përgjithsisht jo vetëm alkooli, por të gjitha format e varësisë të sjellin iluzionin që ti je funksional, iluzionin që ti mund të shkosh përpara pavarësisht sfidave dhe vështirësive. Mirë po, kur shkova në Kanada, ishte aty gjëra ndryshuan, sepse ishte një moment reflektimi, ishte një moment shërimi, ishte një moment i shkëputjes nga ky vend që është i bukur dhe është i mirë, po që është edhe shumë i egër dhe shumë i ashpër me njerëzit. Dhe kjo shkëputje më dha mundësinë që të shërohesha, dhe pjesë e shërimit është që unë tani kam marrëdhënie më të zakonshme dhe më të shëndetshme me alkoolin, të cilin me thënë të drejtën nuk e pi më, mund të pi një herë në muaj dhe asnjëherë më shumë se sa 2 gota. Për të gjithë ata që kanë varësi, si u shkëputet ti në një mënyrë të shëndetshme, se ti nuk je shkëputur në mënyrë drastike? Jo, nuk u shkëputa në mënyrë drastike. Ke pirë më shumë? Pi më rrallë, kështu i bie. Pi më rrallë, sepse do me thënë nuk e ndje nevojën të pi për ditë, ose nuk e ndje nevojën të pi në atë mënyrë të kështu kompulsive për të harruar, apo për të ndjerë mirë. Po një formë se si njerëzit e shërojnë varësinë është përmes lidhjes, përmes të qenit i lidhur me profesionin, me njerëzit, me familjen, me shoqërinë, të gjitha format e disconnection, të shkëputjes, janë ato që të çojnë drejt varësisë, dhe kundërta e saj është ajo që të çon drejt shërimit. Dhe në fakt unë them shërimi, po për njerëz të tjerë mund të ketë emër tjetër. Atëherë, pas alkoolit, Krishti u ngjall, domethënë. Si përfundit ti je grek, apo jo? Jo, unë jam shqiptar, jam grek, jam dhe kanades. Do me thënë identiteti është fluid, nuk është kështu kaq statik. Për shembull, këtë aspektin e trashëgimisë sime greke, ka qenë diçka që unë nuk e kam ndjerë plotësisht gjithmonë. Ndoshta largësia tani nga Shqipëria, nga Mesdheu, adoptimi një forme ose shtimi në tërësinë identitare time të një elementi të ri që është Kanadaja, më ka dhënë mundësinë
të reflektoj edhe për pjesë të tjerat identitare të mia. Origjina. Origjina, po. Të janë ndezur ato damarët e ekzistencës. Po, sigurisht edhe, por, do me thënë, kam pyetur hallën time në lidhje, se mund të tregoj për shembull një histori që unë e pa shumë interesante. I mgjysh nga Imat, ka lindur në Panarit të Korçës, dhe Panariti është një fshat i madh, por ka një fshat i thellë, duhen orë të tëra për të shkuar atje, megjithëse më thonë që kanë bërë një rrugë të re. Por në Panarit, në luftën e parë botërore, ka ndodhur një masakër e tmeshme me ushtrinë greke që ka masakruar qindra njerëz të fshatit, kryesisht gra, fëmijë edhe të moshuar. Edhe di që familja Tafilit, që ishte gjyshi im nga Panariti, kishte shpëtuar për pak, sepse ishin larguar pak orë përpara se ushtria greke të shkonte në fshat. Dhe pyetja ime që kisha dhe që ja bëra njërës prej hallave të mia ishte, po si ka mundësi që ky burr shqiptar musliman përfundon dhe martohet me një grua ortodokse greke, sepse është e pazakontë, sidomos në ato kohë. Jo, po të shneja ajo grekja. Por sepse ai pasaj. Sepse ato kanë qenë mendje më dha për gjithë të Në fakt më qëllon e kundërta në këtë rast. Por ndodhi që i mgjysh u dërgua me ushtrinë me punë në Sotir të Gjirokastës, dhe atje u njoh me Gjinovefën. Gjinovefa ishte fëmijë e një familje që kishte vetëm 7 vajza, edhe kështu që martesa ishte një detyrë e rëndësishme, ishte se ndihmonte familjen e origjinës. Po sigurisht kishte kundërshti të mëdha, e megjithatë unë dua të besoj që në fund dashuria e tyre triumfoi. Por kjo është një histori simbolike që tregon atë se si ndërthuren dhe se si bëhen bashk edhe dashuria dhe urrejtja, edhe kufijtë e këtyre dy vendeve, edhe shtyrja, edhe largimi, edhe tërheqja, edhe është e pabesueshme, është një histori tipike nga Mesdheu dhe sidomos nga Ballkani. Është një histori me pasion, me dramë, edhe në filma. Edhe me dashuri. Me dashuri. Tani, bëhet gjithmonë kjo pyetja, pastaj do ta bëhet pyetjen tjetër që të bëra në fillim. Bëhet gjithmonë kjo pyetja që gay lind apo bëhesh? Ti mundesh t'i japësh një përgjigje dhe në farefisin tuaj ke gjetur ndonjë person tjetër që ka prirje për seksin e njëjtë? Por nuk kam gjetur, por edhe nëse do të kisha gjetur, nuk do jepte ndonjë përgjigje të madhe pyetjes. Se ajo nuk është pyetje, ajo është një shqetësim madhor në shkencë, dhe nuk është vetëm për që nuk është gjetur përgjigje. Në shkencë është një ndër tensionet thelbësore në shkencë, dhe sidomos në shkencat sociale. Më pëlqen si u përgjigje. Sepse për shembull i njëjti tension është për çështje të shëndetit mendor, i njëjti tension është për çështje të fjala vjen të aftësisë së njerëzve për t'u përshtatur, a vjen sepse gjejnë frymëzime dhe gjejnë mbështetje në shoqëri, apo vjen sepse kanë predispozita gjenetike. Do të thënë, ky është një tension i madh, dhe nga aq sa unë di, edhe nga aq sa unë jam ekspozuar ndaj këtij tensioni shkencor, më duket se në fakt e vërteta është diku në mes. Si gjithmonë. Edhe që ka na duhet të studiojmë më shumë në lidhje me predispozitën gjenetike, sepse sidomos në prakticitet se si ajo ndodh, sepse ka tashmë disa studime që kanë identifikuar disa rrugë gjenetike në lidhje me këtë gjë, por nga ana tjetër duhet edhe të kuptojmë se si shoqëria, se si mjedisi, se si format e ndryshme, se si
ekosistemi ku ne jetojmë ndikojnë në formimin e njeriut, ndikojnë në formimin në ndërtimin e psiqikës së njeriut. Kështu që Tani, në këtë kohën që jetojmë tani, kush ka më shumë, si thua atë vëmendjen e të gjitha gjinive? Po i quaj të gjitha, me që janë edhe biseksualët e kujton. Mashkulli apo femra, kush është në piramidën e vëmendjes botërore? nuk e di. Duhet të jesh më konkrete, sepse më duket pak e gjerë. Atëherë, çfarë tërheq më shumë vëmendjen sot? A është e vërtetë që burrat janë ata që tërheqin më shumë vëmendjen edhe të burrave edhe të grave? Dikur ishin gratë. Mirë. Tani pyetja është e përgjithshme dhe interesante, po është edhe e ngarkuar. Po, ka ngarkesë sepse është vetë çështja e ngarkuar, e theti, ka tension në këtë gjë. Në rast se një pyetje të tillë do e bëje në një klasë për studimet gjinore edhe të feminizmit, përgjigjja do të ishte që përvojat jetësore të grave janë lënë më njanë, sepse ne jetojmë në një shoqëri maskiliste, jetojmë në një shoqëri patriarkale, jetojmë në një, jo vetëm në Shqipëri, por po themi në gjithë botën, në nivel global, në një kornizm patriarkale, kështu që në rast se do ta bëje këtë në aspektin mjekësor, e lidhur edhe me studimet gjinore, ka një interes të shtuar ndaj faktit që për vite të tëra, për shekuj të tërë me radh, objekti i studimit ka qenë gjithmonë mashkulli, edhe ka qenë mashkulli sepse ai është konsideruar si etaloni standard i njeriut. Domethënë mashkulli dhe njeriu në psiqikën njerëzore ka qenë e njëjta gjë. Dhe ajo është rrjedhoi direkte e patriarkatit. Dhe kjo ka bërë që edhe në mjekësi shumë simptoma të ndryshme të së njëjtës sëmundje manifestohen ndryshe. Mirë po, duke qenë se vëmendja ka qenë tek burrat, fjala vjen simptomat e atakut në zemër të grave janë lënë më njanë, edhe ato janë të ndryshme nga simptomat klasike të burrat. Domethënë, kjo pyetje nëse e bën në mjekësi ka këtë tension. Nëse e bën në biologji, tensioni është çik më ndryshe, tensioni nuk është a është buri apo a është mashkulli apo femra, por tensioni është te fakti që ne gjithmonë e dimë që në biologji ka më shumë se sa mashkull edhe femër, ka më shumë se sa dy gjini. Në fakt është një spektër. Kështu që në varësi të kontekstit, në varësi të disiplinës, tensioni do të kishte forma të ndryshme. Do të thënë nuk më the që mbreti, po, edhe në gjyqësi ekziston një po, ekziston. Do të thënë mbreti i botës ose mbretëresha e botës, që është femra dhe mashkulli, janë në një luftë patriarkalizmi dhe matriarkalizmi. Janë në një luftë ende. Dhe duket sikur tani vëmendjen kryesore po e fiton burri, për sa i përket tërheqjes fizike, ndërsa për sa i përket fuqisë, duket që po e fiton gruaja. Çfarë po ndodh? Mos ndoshta e gjitha është një strategji për t'i dhënë një rëndësi të caktuar, për ta kthyer, si thua, burri në grua dhe grua në burr, të ta them troç fare. Tani në këtë orë të natës, me pasi kemi tjerë verë të bardhë dhe verë të kuqe, po jo, kjo është diskutim shumë interesant. Mirë, pi pak, bëj gëzuar edhe mendoj pak. Edhe përgjigjem vetëm me një fjali, nuk ka nevojë ta shtjellosh shumë. Unë jam... Qëndron kjo? Shiko. Cila? Që burri po bëhet grua dhe gruaja po bëhet burr. Jo. Jo? Nuk e di, sepse... Nuk e di. Më duket rrugë pa shtek. Pa shtek. Ose është një kështu, nga tërresi madhe? Jo, e thënë kështu është rrugë pa shtek. Po të ma shkoqitësh pak më mirë, ndoshta edhe mund t'i gjejmë ndonjë rrugdalje. Ja gjejmë rrugdaljen tani. Simone de Beauvoir thotë që grua bësh, nuk lind. Kështu që çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që
aftësia për të ndërtuar një konstrukt social rreth gjinisë është në thelb të gjinisë. Domethënë gjinia në vetvete është një konstrukt shoqëror që nuk jo detyrimisht ka të bëjë me seksin biologjik. Po. Ti Kristi mua Nëse ti do më bësh këtë lloj pyetje, atëherë do hymë në një debat që është i rëndësishëm. Jo, nuk duhet ta bëj kështu pyetjen. Po që duhet bërë me vëmendje dhe me kujdes. Unë ta thash troç fare që sot gratë hiqen si burra dhe burrat si gratë. Që do të thotë asnjë nga gjinit nuk është në ujërat e veta. Dhe për këtë ankohen të gjithë, të dyja palët. Ka dy gjëra. Kur e thua kështu, domethënë ngelesh aty në sipërfaqe. Dhe thu një gjë sikur po thu një gjë të fortë, por në fakt ngelesh aty dhe nuk e kuptoj. Dhe ti ngëllon pak keq. Po nga ana tjetër ke thënë dhe një të vërtet madhe që gjinia është një performancë. Bravo, ja pra. Judith Butler, për shembull, flet shumë qartë për natyrën performative të bërit gjini. Që do të thotë që ne e bëjmë atë në mënyrë kompulsive që kur lindim edhe mësohemi me ato mesazhet që na jepen nga gjithandej, nga bota ku jetojmë. Edhe bëhet në mënyra të ndryshme, mënyra si flasim, si vishemi, si reagojmë, si përgjigjemi, timbri i zërit e kështu me radhë. Kështu që të thuash që ka një aspekt performativ tek gjinia, jam dakord me ty. Të thuash që burrat bëhen si gratë dhe gratë bëhen si burrat, më duket një formë në mos e shëmtuar, më duket e pasakt për të thënë një të vërtet shumë të rëndësishme që Gëzuar. Si një mbrojtës i të drejtave të njeriut, kë mbronti njeriun femër apo njeriun burr më shumë? Ç'do të thotë kjo? Ma thuaj. Njeriu është edhe burr dhe grua dhe as burr as grua edhe të dyja bashkë. Nuk ka ndarje për ty. Po ti mua më dukesh më feminist se sa të gjithë gratë që janë feministë. Ti mbron të drejtat e gruas. Po ku do? Njerëzit që e ngrenë gruan më në pjedesal sa burrin. Shumë dukesh ti. Jo, nuk besoj se kjo është të qenit feminist. Për mua të qenit feminist do të thotë që të krijosh kushtet barabarta, qoftë për burrin, qoftë për gruan, qoftë për ata që nuk ndihen as burr as grua ose ndihen të dyja bashkë. Domethënë nuk do të thotë të ngresh dikë lart dhe të ulësh poshtë dikë tjetër, po të krijosh kushte të barabarta që fillimi të jetë i barabartë për të gjithë. Okej. Tani në vitin 2017 ti lë Shqipërinë dhe ike në Kanada. Po. Pse vendose të ikësh, të marrësh valixhet e të ikësh, ndërkohë që ti kishe një background, pune, eksperience, kishe qenë afër Erion Veliet, kishe qenë afër njerëzve që sot janë në pushtet. Dhe ti, unë ta kam thënë, edhe privatisht, ti shumë mirë mund të ishe një ministër në Shqipëri. Pse ike? Pse i more valixhet e ike, Kristi Pinderi? E para sepse kishte ardhur një moment për arsye personale, për arsye relacionale, se unë nuk i ka vetëm, ku jeta jonë ishte nuk ishte garantuar, nuk ishte siguruar, ne rrezikonim nga anë të ndryshme. E dyta, një vit më herët i me mëndroj jetë, edhe në një farë mënyre zia e komplikuar që mua mu desh të hyja edhe të vazhdoja për një kohë të gjatë, më dha mundësin të reflektoja që deri në atë moment unë jetoja në një flusk, sepse ajo ma mundësonte këtë gjë. Unë kujdesesha për ta, ajo kujdese për mua dhe ne bashkarisht, sigurisht edhe me shoqërinë edhe me të dashurin tim, kishin krijuar një flusk kur unë ndihesha i sigurt, kur unë ndihesha mirë. Sigurisht isha mirë sepse puna që unë boja ishte puna që unë doja edhe unë e boja mirë, ose të paktën ashtu mendoja.
Por erdhi koha kur ajo fluska nuk mund të fluturonte ose të rinte në ajër edhe më gjatë, kështu që ndonjëherë them gjithmonë, ndonjëherë të ikësh është më e vështirë se sa të qëndrosh. Në kontekste të ndryshme të ikësh është edhe më i lehtë se sa të qëndrosh. E bukur kjo. Në rastin tim kisha një dilemë të madhe sepse unë kisha filluar të ndërtoja bashkë me Xhenin diçka që askush tjetër para nesh, ose kishin filluar ta bënin, por edhe kishin vendosur ato gurët e rëndësishëm të atij muri që ne po ndërtonin, po pjesa jonë e murit kishte një lloj rëndësie pak të veçantë sepse ishte më vizive, më e dukshme, edhe po sillte ca rezultate më të prekshme, kështu që por në atë moment unë di që reflektimin e kam bërë edhe me Xhenin, kështu që nuk është se ka qenë edhe në një farë mënyrë ka qenë e ndarë plotësisht edhe me të edhe. Po, se ju ishit të dy, Xheni dhe ti ishit dy imazhet kryesore të pro-LGBT-s, apo jo? Po. Dhe u duk sikur u nda një çift partnerësh. Po. Në mbrojtje të kësaj kauze. Po. E përjetove ti, e përjetoi Xheni, si e përjetua të dy? Ne e përjetuam të dy, e përjetuam thellë normalisht, po ajo që pak njerëz dinë është që në fakt ne nuk u ndam, sepse ajo dyshe vazhdoi gjatë edhe vazhdon edhe sot e kësaj dite. Unë flas me Xhenin pothuajse për ditë. Ne bisedojmë bashk pothuajse për ditë, ne ndajmë bashk shqetësimet, projektet tona, mënyrat se si ne mendojmë se do i zgjidhim. Jeni partner ende në atë Patjetër. biznesin, po i quajmë në thonjza, ose shoqat. Nuk mund ta quajmë biznes në kuptimin e Shiko, ai është një projekt i përbashkët. Sigurisht tani peshën kryesore e ka Xheni, ajo ka mbisupe peshën e kësaj gjëje, por unë nuk do të thotë se unë jam shkëputur si prerë me thikë, si të thua, sepse jam aty gjithmonë sa herë që ajo ka nevojë për një mendje të dytë, sa herë që ka nevojë për dikë që ti thot ca gjëra ndryshe, sepse i shikon edhe ndryshe, sepse për shkak të largësisë, për shkak të ca gjërave që ka më shumë, sepse nuk jetoj në atë në vështirësitë e të jetuarit në Shqipëri, kështu që në një farë mënyrë do thoja që unë jam prapë këtu. Në fund formë ose në tjetër. Tani, sa vite ndenje pa ardhë në Shqipëri? Që pate kështu shkëputje totale. Disa vite dhe brenda 2 viteve ke ardhë? Brenda 2 viteve gjysmë kam ardhur 3 herë. 3 herë. Po. 3 herë. Dhe kush janë njerëzit që takon të parët kur vjen? Pa diskutim, është Xheni, është Nina, është Livia, është jo këtë herë, po herë të tjera ka qenë Eda dhe Alba. Është Klotilda, është Edvini. Ne jemi miqtë të. Po. Takoj ti matë, kur ka mundësi takoj ti vlla. Shumë mirë, se do të pyesja për këtë çështjen familjare. Bëjmë gëzuar një herë dhe të hyjmë tek ajo pjesa më intime jotja. Po. Cila është pjesa më intime? Intime në kuptimin shpirtëror. Babai dhe vllai yt, pas ndarjes nga jeta të Lilit, mamit, ti tani ke rindërtuar, se thua marrëdhënien me babai dhe vllain, apo jo? Apo kishte nisur më përpara? Me vllain është çik më e komplikuar, po me Timat po kishte nisur edhe më përpara, po në një farë mënyrë ikja e Time Mojen edhe na shërbeu në mos për të lidhur, na shërbeu për
për të rimarrë gjërat aty ku kishin mbetur, si të thuash. Po. Dhe dëgjoj, kjo është një histori, është historia ime personale, por kjo është një histori që u përket shumë çifteve në Shqipëri, të cilët kalojnë në vështirësitë edhe në dramën e të qenit çifte të ndara. Dhe shpesh ne në punën sociale e quajmë triangulim, këtë procesin ku fëmijët gjenden papritur në mes të zjarrit edhe shpesh u duhet të marrin anë, të zgjedhin anë. Këtë zgjedhjen. Dhe kjo është shumë e padrejtë. Nga prindërit, po. Dhe kjo është e padrejtë për çdo fëmijë. Për fat të keq, kjo ka ndodhur shumë shpesh në Shqipëri. Edhe ka ndodhur, vazhdon të ndodh, dhe çfarë e bën më të trisht këtë gjë është fakti që kjo ndodh jo pse shqiptarët janë më të këqij se gjithë njerëzit e tjerë, por sepse në Shqipëri mungon informimi, mungon shërbimet, mungon suporti për gratë, për burrat, dhe sidomos suporti për fëmijët. Duke qenë se unë punoj në social edhe merrem me mbrojtjen e fëmijëve në Kanada. Tani, duke qenë edhe se kam mbaruar shkollë për atë punë. Po, se ti ke bërë gjithë, duhet ta themi edhe këtë, që ke shkuar në Kanada dhe ke bërë gjithë etapat e arsimimit. Po, që nga gjimnazi? Jo, apo nga bachelori? Nga bachelori, po. Bachelori. Mbarova bachelorin edhe masterin edhe po punoj për doktoraturën. Po doja të thoja që tani që kam mundësinë edhe akademike edhe faktin që është puna ime, mund të kuptoj më shumë edhe nga çfarë ka ndodhur me jetën time dhe çfarë ka ndodhur në rastin tim. Kështu që marrëdhënia ime me timat ka qenë një marrëdhënie tipike shumë fëmijëve të tjerë shqiptar, të cilët në një moment ose në tjetrin u është dashur të mbajnë një anë o me mamin, o me babin. Ti mbajte anën e mamit? Dhe unë mbajta patjetër mbajta anën. Ashtu u ndau gjykata, apo jo? Po, kur ata janë ndarë, gjykata vendosi që unë do të rritesha nga i me më, kurse vllai im i madh do të rritej nga i madh. Kjo më është dukur gjë më e tmerrshme që mund të ndodhë në atë kohë. Nuk e di se si mund të gjendej një zgjidhje tjetër, po të ndash fëmijët nuk e di. E tmerrshme. Shumë e tmerrshme. Sepse të rriturit e vendosin vetë që do ndahen. Por kjo nuk do të thotë që pasojat më të thella të saj të transmetohen te fëmijët. Kështu që duke qenë i rritur, duke qenë burr në një farë moshe tani, se nuk jam më fëmijë, duke pasur... Tani je burr, sa vite ke që ndjesh burr i vërtet? Burr jam ndjer gjithmonë. Jo, nga cila moshë filloi që u ndjeve vërtet një burr i pavarur? Se ti mbaj mend që ke punuar që i vogël. Çka fëmijët i krijojnë identitetin e tyre, kanë një ide për gjininë e tyre që 4 vjeç. Dhe unë e kam pas njësoj që edhe unë që 4 vjeç. Kështu që po them mosha e bën i jep tjetër vlerë kësaj gjë. Edhe mosha dhe përvoja edhe aftësitë për ta shikuar atë gjë ndryshe. Kështu që isha unë në një farë mënyrë që u bëra pak më aktiv për ta ndërtuar atë marrëdhënie me timat, sepse marrëdhëniet duhet edhe ti mirëmbash, edhe marrëdhëniet duhet edhe ti investosh në to. Edhe marrëdhëniet e ngushta familjare, sepse nuk vinë kështu a priori, vetëm se gjaku është një koncept, gjaku është një koncept social. Po, ajo shprehje që thuhet të thret gjaku, ti e ke ndjerë vërtet që të ka thirrur gjaku? Nuk di apo është diçka që ti ke shkuar te kjo shprehje? Nuk di a është gjaku apo është një aspekt identitar, se ne lindim në një familje, edhe familja ku lindim është pjesë e identitetit tonë, kështu që nuk di a është gjaku apo është historia, sepse njerëzit e jetojnë edhe e kuptojnë jetën përmes historive që tregojnë. Kështu që historia ime është i mat, edhe ime më, edhe gjyshi tanë, edhe gjysha ime greke, edhe gjyshi im shqiptar, edhe gjyshet e mi shqiptar nga anë e time mëja që më rritën, kështu që
Nëse do, e quajmë gjaku, po, më thirrje gjaku. Po. Edhe si ke marrëdhënie tani me babain? Po, unë përpiqem të komunikoj sa më shpesh me të, ai gjithashtu, kështu që sa herë që vi në Shqipëri, unë përpiqem të gjithmonë të edhe nëse nuk e kam, ta krijoj kohën për ta takuar, akoma se kam takuar këtë herë. Se ke takuar ti? Po, sepse kam qenë vetëm një natë në Shqipëri. Dhe unë kur vi në Europë kam kështu shumë frenetike këto udhëtimet, janë 2 avion në ditë, dhe njerë nuk e di ku jam, kështu që më duhet dhe t'i shkruaj në një letër se atëherë ti bën një jetë shumë aventureske duket. Si Aventureske? ai Odisea, me që ishim tek historia për fat të mirë, e origjinës greke, ha? Për fat të mirë apo të keq, aventurat i bëj vetëm këto 2 javë që jam në Europë, se nuk më lejon njeri që të bëj aventura. Pse? Në Kanada. Pse? Pse s'lejon? Po sepse është, nuk e di, është një shoqëri tjetër ku ka pak vend për aventurat, edhe ka pak vend për Po ne mendojmë që kur ikan në kontinent tjetër, gjithmonë aventurat mund të jenë edhe më të shumta. Si qëndron realiteti social atje? Atë, por nuk më duket që është. Nuk është ashtu. Vërtet, po. Kanada dhe përgjithsisht Perëndimi janë shoqëri që janë konservatore, po thua? Jo, janë shoqëri që janë të ndërtuar tek aftësia për të parashikuar, te aftësia për të shmangur surpriza, në mos të aftësia të rësia e sistemeve që janë të tilla që ti mundësisht të planifikosh në kohë për çdo gjë, për vendet ku do shkosh, për punën që do bësh, për njerëzit që do takosh. Kjo është në zemër të perëndimit edhe të kapitalizmit edhe të izmeve të tjera. Po, ti tani e sheh, sa thot Robert Alia, i thot një shprehje që Shqipëria është vend i dur për të vdekur. Është aq e hidhur si shprehje, po ashtu e mendon ai dhe të gjithë e mbështesin. E para nuk jam aq i moshuar sa Robert Alia që të mendoj për vdekjen, po. Jo, nuk e kisha me këtë kuptim, e kisha në kuptimin që ti Kanadan e mendon si vendin që do jetosh dhe do vdesësh, apo do jetosh atje dhe do vish të shohësh fundin e jetës këtej? Është pyetje shumë interesante. Është edhe filozofike? Jo, është dhe praktike. Është dhe praktike, sidomos praktike para se të jetë filozofike. Mirë, bëjmë gëzuar një herë para se të përgjigjesh, merr pak frymë. Po. Përgjigju si duhet. Po më duke shumë e gëzuar për se si do shkoj muhabeti tani, më duket apo jo. Jam shumë entuziaste, sepse tani po fillon më duket. Po fillon alkooli të bëj punën e vet. Shiko si e mendoj. Për momentin unë ndihem krenar që edhe thankful, si themi në shqip? Mirënjohës që kam mundësi të jetoj, edhe të rritem, edhe të zhvillohem në Kanada. Kanada është bërë vendi im. Domethënë unë ndihem, ndoshta më shumë ndihem në shtëpi në Kanada, se sa mund të ndihem në Shqipëri. Dhe këtë e them jo për të qenë fodull apo mundje madh, se si që theti ka marrë 3 herë në 2 vite në Shqipëri dhe nuk më detyron njëri të vi. Megjithatë, ka ndodhur një proces shumë interesant me Kanadan në lidhje me si unë e jetoj jetën. Edhe ky proces ka të bëjë me vendin, edhe në anglisht është një shprehje që thotë, dhe që është një koncept, edhe ne studiojmë në punë sociale, që është place making, pra të bërit të vendit. Ne e bëjmë vendin, pra e bëjmë, vendi është jo gjeografin, po vendin si tërësi ndër veprimesh, e bëjmë në mënyrë kolektive, por e bëjmë dhe në mënyrë individuale. Bërja e vendit në këtë rast, bërja e Kanadas për mua ka qenë një proces i vështirë, më është dashur të shkoj në shkollë nga e para, të kaloj ato vështirësitë e fillimit si të gjithë emigrantët edhe refugjatët. Megjithatë më ka dhënë shumë
dhe duke më dhënë shumë, më ka dhënë mundësinë të ndihem më i madh. Shumë njerëz kur shkojnë në vende të mëdha, me sfida të mëdha, për shkaqe të ndryshme fillojnë të ndihen më të vegjël. Çuditërisht në rastin tim unë jam ndier më i madh për shkak se vendi ku unë kam jetuar, jo vetëm që është një vend më i madh, por është dhe një vend që ka qenë dashamirës me mundësitë që më ka dhënë mua. Kështu që aq të madh sa tani më duket jo e mençur ta mbyll jetën në Kanada. Por mund të ndodhë dhe që do e mbyll jetën në Kanada. Kjo nuk do të thotë, po çfarë dua të them është që për mua tani këto konturet e adheut apo konturet e shtëpisë janë më fluide se ç'kanë qenë më parë. Po, se e ke kuptuar nga eksperienca. Po, dhe çdo gjë mund ndryshoj në një moment caktuar apo çdo jo? gjë mund të ndryshojë edhe fakti përposa saj, të paktën unë edhe partneri im ne ndihemi të pajisur mjaftueshëm me aftësitë, me networkun, me eksperiencën, por edhe me ëndrat për ta përballur çdo të papritur që mund të vijë në jetën tonë, por sidomos edhe për ta projektuar. Momentalisht unë dua të bëj doktoraturën. Tema ime e diplomës masterit është ende një studim, sepse jam duke punuar për të, një studim për kundërthur studimet queer me studimet e child welfare, që në Shqipëri kemi disa forma bazike, po akoma nuk kemi një sistem të mirëfillt të mirëqenies së fëmijëve siç është në Kanada. Kështu që dhe disa nga studiuesit kryesorë që kanë avancuar në këtë disiplinë që është pak e ngushtë brenda punës sociale, ata ndodhen në Amerikë, kështu që unë tani kam filluar seriozisht të shikoj këto mundësitë për ta bërë doktoraturën në Amerikë. Dhe pastaj? Dhe pastaj nuk e di, pastaj do të jemi të hapur për ta jetuar projektin e jetës sonë në vendin që do të bëjë më shumë sens. Po. Kur shikon Ricky Martin me ato djemt e bukur, pavarësisht se u nda nga partneri, çfarë mendon? Po nxiton për të bërë të ti baba? Në mënyrën tënde? Po. Do bëhesh baba së shpejti? Do me thënë po të tregoj se ku jemi. Ne kemi krijuar 5 embrione. Dhe kjo është pak, ndoshta ka pak nevojë për të sqaruar se çfarë do të thotë. Po, çfarë do të thotë? Bashkë me partnerin tim. Dhe thash në mënyrën tënde. Më kupton se jo në mënyrën e të gjithëve. Okej, mirë, po përpiqem ta bëj në një mënyrë që respekton një audiencë shqiptare që ndoshta mund të ketë më pak informacion, por që me siguri ka njerëz në audiencë që edhe kanë informacion. Në vende si Kanada, çiftet gay kanë mundësi që të bëhen prindër në forma të ndryshme. Një formë është përmes adoptimit, një formë është përmes një formë është përmes, ku dëgjon, njëri prej partnerëve ka pas fëmijë në një marrëdhënie të mëhershme dhe kështu në familjen e tyre ata bashkohen bashkë dhe fëmijët janë fëmijët e familjes. Një formë tjetër është përmes surrogacisë. Tani, audiencës shqiptare dua t'i them që ta ketë mendjen e hapur për 2 minuta, 3 minuta, dhe ndoshta ta largojnë pak atë stigmën që mund të kenë krijuar nga debatet që dëgjojnë andekëndej, nga politikanë që nuk kanë as dashamirësinë, as njerëzillëkun dhe as mirësinë që të ndihmojnë njerëzit, por i bëjnë këto debate për të fituar ca pikë në publik, për të friksuar njerëzit që nuk kanë informacione kështu me radhë. Procesi i surrogacisë në Kanada funksionon kështu. Prindërit që duan të bëjnë fëmijë lidhen me avokat edhe me një agjenci që ka ekspertizë edhe që ka mundësitë në këtë drejtim.
Dhe fillimisht krijohen embrionet. Embrionet është bashkimi i materialit gjenetik të mashkullit me materialin gjenetik të femrës, pra me vezët. Bashkimi tyre krijon embrionet. Po femra merret, si thua, kontraktohet për këtë? Jo, fjala kontraktim ka një konotacion shumë të keq, sepse i bie Më gjej një fjalë tjetër. fjala kontraktim në këtë rast, dhe sidomos me bisedat që janë bërë për surrogacin, do të thotë që ti e ble femrën, ajo nënshkruan një kontrakt. Po, kështu thuhet. Jo. Atëherë Po si të është? tregoj Qa ka shpirtërore dhe miqësore dhe diçka që ka afekt në këtë marrëdhënie? Po të tregoj, e para njerë nuk e di në është marrëdhënie. Do më thënë, është një marrëdhënie, po është jo tradicionale. Po, e kuptoj. Ne kemi krijuar 5 embrione me materialin gjenetik të një vajze të re, që është 21 vjeç, që është jeton me partnerin e vet, edhe që kishte dëshirë që ta bënte atë gjë, që të kishte fëmijë, po pa qenë ajo mendonte, ndoshta mund të ketë arsye të ndryshme që nuk ishte gati që të ishte prindi i fëmijëve. Megjithatë, nga ana tjetër, donte edhe që të ndihmonte çifte gay, si në rastin tonë neve, që ta ta përmbushnim ëndrrën e të pasurit të fëmijëve. Profili ton u nda me disa krah të reja, edhe jo dhe aq të reja, të cilat do të kishin të njëjtin përkushtim për të bërë të njëjtën gjë. E njëjta gjë ndodhi dhe me ne pam disa profile përmes agjencisë të këtyre grave që donin të bëshin pjesë e këtij procesi. Dhe ne zgjodhëm, ju shikoni dhe si pamje? Po, ne shikon si pamje, lexon një intervistë që agjencia u bën për të kuptuar karakterin e tyre, lexon aspekte të ndryshme të... E vështirë është? Pse është vështirë? Është vështirë të zgjedhësh, ku të unë? Po, ndoshta është dhe më lehtë se sa zgjedhja që bëjmë në jetë, dhe sidomos kur ato zgjedhja që bëjmë në jetë qëllojnë të gabuara. Kështu që ishte e vështirë në fakt sepse kishte mundësi të ndryshme. Ne zgjodhëm personin në fjalë. Në atë moment të dyja palët punojnë me avokat, në mënyrë që do më thënë ajo, procesi ligjor të jetë i qartë, që vendimet jenë transparente, që vendimet të merren fal një informacioni të plot. Pas këtij hapi ndërhyn në proces mjekët, doktorët, krijohen embrionet. Ai është një proces i ankthshëm edhe i vështirë. Përpara krijimit të embrioneve bëhen edhe studime gjenetike për të kuptuar nëse ky bashkim biologjik i materialit genetik të mashkullit me atë të femrës mund të prodhojë rrisqe të mundshme për fëmijët. Fjala vjen sëmundje genetike të rralla. Në momentin kur e kalon edhe këtë, po themi këtë sfidë, në rastin tonë ne nuk kishim asnjë rrezik. Nuk kishit nga këto rreziqet. Atëherë krijohen embrionet, të cilët klinika të njofton jo orë pas ore, po ditë pas dite. Qa ankthje? Të njofton sa vezë janë përdorur, sa vezë janë tërhequr, sa embrione janë krijuar ditën e parë, sa prej tyre mbjetuan ditën e dytë, diku nga dita e tretë ka një shkak të zhvillimit biologjik, ka një krizë të madhe në ditën e tretë. Në ditën e tretë, edhe përgjithsisht në mënyrë masive shumë për atyre embrioneve si thuash, skualifikohen. Dhe në fund klinikat të thotë kanë ngelur kaq embrione dhe të bënë dhe një klasifikim të cilësisë, që ato e shikojnë në varësi të sa shpejt e kaluan atë sfidën e parë të jetës, që është dita e tretë.
Sa e bukur. Edhe sa që zakonisht ato janë embrione që kanë të paktën 200 qeliza të formuara, që do me thënë që në atë ditë, sa mirë janë të formuara, si janë paretet, muret qelizore, janë të dukshme apo jo, dhe në varësi të këtyre elementve vizual, ata bëjnë një klasifikim. Në embrionet tona janë që të pesta të shkëlqyera, sipas klasifikimit të tyre. Do të thënë jeni në rrugë të Po, dhe pastaj hapi fundit është hapi ku abuzohet në mënyrë masive. Pse? Sepse keq përdoret për retorik populiste, moralistike ndonjëherë. Është hapi kur embrioni, një prej embrionëve, transplantohet në trupin e një gruaje që do të mbaj këtë embrion për 9 muaj në një shtatzani Ju keni rënë në kontakt me gruan që të mbaj embrion? Ne patëm një kontakt fillestar me një grua dhe tani gjëja interesante është që në rast se në momentin e parë ishim ne që zgjidhnim. Në këtë rast është gruaja që do të mbaj embrionin 9 muaj që zgjedh çiftin. Kështu që ishim ne në tabaka, derisa njëra prej këtyre grave tha nga që zgjedhja bëhet për arsye të ndryshme, por në rastin e saj ajo ishte një antare e komunitetit LGBT, kështu që ajo kishte vetë një fëmijë, e kishte bërë një proces surrogacie më parë, jetonte me partnerin e vet, dhe donte ta bënte për një herë të fundit dhe të dytë. Të dytë dhe të fundit. Edhe na zgjodhi ne për shkak të historisë sonë të aktivizmit. Megjithatë, ne filluam dhe punën me doktorët, po marrëdhënia nuk funksionoi, sepse aty marrëdhënia merr një formë edhe pak më intime, është dhe je dhe vulnerabël, qoftë ne, qoftë gruaja në fjalë. Kështu që nuk kishte një match. Nuk kishte ajo kimia. Edhe ngeci. Dhe ajo u tërhoq edhe ajo ka të drejtë ta bëjë atë gjë. Po tani si do ja bëni? Cilat janë kostot? Jemi prapë në tabaka. Prapë në tabaka, domethënë jeni në pritje të asaj gruas së dur, që do sjellë në jetë. Po. Ne kemi marrë i kemi dhënë vetes kohën e mjaftueshme, sepse ky është një proces i rëndësishëm. Është një proces intim, është një proces që edhe sublim. Është sublim, patjetër. Edhe ne duam që fëmijët tanë të kenë mundësi, të kenë të gjitha mundësitë. Që në momentin e parë. Gëzuar, djalë apo vajzë dëshiron fëmijën e parë? Si Pinderi? Nuk e di. Nuk e di. Ka momente kur dëshiron djalë, më shumë se Erioni që përgjithsisht e dëshiron vajzë. Por ka momente që nuk e mendoj fare. Po dim që nëse është vajzë do të jetë dim se si do e quajmë. Ma thua emrin. Lili. Do marr emrin e mamit. Që edhe unë kam një orë, e mban mend që vija unë të shtëpia? Po, edhe mbaj mend edhe që ajo të donte shumë edhe që kishte shumë respekt. Shumë e mirë. Tani nga një erion e Vjeliaj te një erion tjetër që është partneri yt. Të ndjekin erionët. Si u ndjeve kur ose i ndjek ti, si u ndjeve kur dëgjove lajmin se Erion Vjeliaj është burgosur? Ose sa ishte në paraburgime ende po? Po si gjithë shqiptarët në fillim e prisnim apo jo. Po se flitej gjithandej, po duke e pabesueshme në fakt. Pastaj kur ndodhi duke e pabesueshme, pastaj pas atij momentit a është e vërtetë, a s'është e vërtetë, si ka ndodhur, ç'është ka ndodhur. Më erdhi keq. Më erdhi keq sepse un kam punuar me atë. Do të them përtej Erionit në ekran apo përtej Erionit që shpërfaqet në publik. Unë kam njohur një Erion që ka qenë miku im, që ka qenë punëdhënësi im, që ka qenë kolegu im, kështu që dhe ai ka qenë realisht kolegu im, jo si prokurorët që ai quhen koleg dhe nuk i ka pas ndonjëherë koleg. Po
Në këtë aspektin njerëzor më erdhi keq. Më erdhi keq për atë, për Ajolën edhe për fëmijën e tyre edhe për familjarët e tyre. Po, edhe si mendon, si e sheh të ardhmen? Vazhdon më vjen keq. Të vjen keq Po, ende? vazhdon më vjen keq. Po. Ti ke bërë PR-in, ke pasur gjithë pasurortet e Erion Veliaj në kohën atëherë kur ishte mjafti. Apo jo? Unë kam punuar Ai menaxhoje ti faqet aty. Po. Unë kam punuar në zyrën e shtypit të lëvizjes mjaft edhe më vonë edhe të G99-s. Po kisha pasurortet e tyre, po kjo ishte Do të thënë që ke qenë shumë i besuar. Apo s'ka të thot? Them se po. Unë them se po sepse dhe unë e bëja me pasion atë punë. Unë e bëja sepse besoja që përmes lëvizjes mjaft ne mund të sillnim në Shqipëri disa vlera që mbi bazën e tyre do shërbenin për ta çuar përpara vendit. Dhe një vlerë që unë besoja që ishte në themel të mjaftit ishte rëndësia që ne i kushtonim arsimit, rëndësia që ne i kushtonim nevojës për të rritur buxhetin e arsimit. Një vlerë tjetër themelore ishte besimi që ne kishim te pjesëmarrja në procese demokratike. Pra, te të votuarit, te të kërkuarit llogari, te të qenit vigjilent ndaj korrupsionit. Kështu që duke qenë se unë e bëja këtë gjë me pasion nga që besoja te këto vlera, ata patjetër që kishin besim te unë. Unë punoja 14-16 orë në ditë. E di se vija unë aty te zyrat ku ka qenë tek rruga Elbasanit? Rruga Elbasanit. Në kohën e mjaftit, ti kaloje shumë kohë, ishe mik i ngushtë me Elisa Spiropalin dhe Olta Xhaçkën. Si ke parë në këtë rrugëtimin e tyre politik, që janë ngritur shumë lart, për shembull Elisa është kryetar kuvendit aktualisht. Po, pa diskutim kanë një rrugëtim breslënës. Po nga ana tjetër besoj kanë përgatitjen e duhur për të qenë aty ku janë. Në rast se politika kërkon përgatitje. Kjo ishte kështu. Nga besoj kanë mbështetje në duhur, në rast se politika kërkon, me siguri kërkon mbështetje. Po. The dy kunja tani. Kunja? Pse kunja? Kunja, nëse politika kërkon përgatitje dhe nëse politika kërkon mbështetje. Edhe Olta, edhe Elisa janë realisht të arsimuara, të përgatitura, e bëjnë atë punë me pasion. Politika ka qenë pjesë e natyrës së tyre, identitetit të tyre. Unë jam shumë i lumtur me punën e Oltës, për shembull, sidomos në Ministrinë e Mirëqenies Sociale. Për sa kohë që ajo ishte atje, paktën unë si përfaqësues i shoqërisë civile dhe si ne në atë kohë ofronim dhe një shërbim direkt që ishte shelteri për LGBT-t, kishim një partner tek Olta. Më pak kemi pasur ndërveprim me Elisën. Unë personalisht besoj që Elisa është një ndër politikanet më acaruse në Shqipëri. Por kjo nuk ja heq meritën, nuk ja heq asaj faktin që ajo e do atë punë që bën. Po pse acaruse? Tani është acaruse sepse ka një formë arrogante se si ajo e përjeton politikën dhe është akoma më arrogante pretendimi që ajo ka që populli duhet ta përjetoj politikën siç e përjeton ajo. Është më arrogante pretendimi që ajo ka që populli duhet të shikojë gjërat që ajo shikon, apo që populli duhet të besojë te gjërat që ajo thot. Është imponuese. Jo, Elisa është acaruse dhe duke qenë se është acaruse në politik, do të thotë që nuk bën për atë punë. Po prandaj të bëra dhe ato dy komentet e mëparshme. Fakti që është aty ku është, unë besoj, ka të bëjë jo se ajo e meriton apo ajo se duhet jetë aty ku është, por është aty ku është, sepse të gjithë ne e dim që ka suportin e kryeministrit edhe
do thoya të partisë, por nuk ka, partia nuk besoj se e do Elisën, po kryeministri e do shumë Elisën, kështu që me që pse e do kryeministri, kryeministri? po nuk e di. Kryeministri do shumë njerëz, edhe përgjithsisht njerëzit që do kryeministri Bëhen. nuk bëhen. I katapulton kryeministri dhe Po. i mban aty për aq kohë sa i duhen, të rinë aty dhe në momentin kur nuk i duhen më, i lëshon dhe ato pasaj o bëhen o bien. A është edhe Erion Velia një nga këto raste? Jo, nuk besoj. Erioni është bërë vetë. Nëse do përdorim këtë. Jo, realisht ai Po që Erioni ka dhënë shumë nga energjia e tij. Shiko, një gjë, Erioni për mua mendoj që përfaqëson një tërësi kontraditash të mëdha, të cilat e kanë definuar figurën e tij politike. Nga njëra anë, Erioni është personi që ka dashur ta identifikoj veten me luftën kundër korrupsionit, sepse ashtu ka ardhur në jetën publike në fillimet e tij. E mban mend ditën e parë që ka bërë aktivitetin, kemi punuar bashkë dhe ty të ka çuar frok çupi, o vajzë shko bëj një reportazh ti për këtë djalë. Bëj një intervistë, kam qenë e para që kam intervistuar. Po nga ana tjetër, tha ky do jetë. Po. Tha ky do jetë politikani nesërit të ardhmes. Domethënë ky politikani që ka hyrë në jetën tonë publike dhe politike si kalorsi antikorrupsion, është i njëjti politikan që ka ndërtuar disa nga mekanizmat më të sofistikuara të korrupsionit në këtë vend. Është ky njeri që mbron të drejtat e njeriut, apo të paktën ka dashur të asocioj veten me të drejtat e njeriut, po është i njëjti person që në momentin më të parë që kishte pak pushtet, i largoi Romat, i fshihu nga jeta publike. Romat, i fshihu njerëzit që nuk përfaqësonin aspekte identitare të partisë të tij. Fjala vjen njerëzit që kishin një prejardhje nga veriu i Shqipërisë. Këto nuk e dija këtë. Po përgjithsisht njerëzit që u shkonte policia që pak dhir dhe i merrte me lecka jashtë shtëpisë për t'u shëmbur shtëpitë me fadroma, ishin njerëz që në vitin 90 kishin ardhur nga gjithë Shqipëria, por që edhe që kishin zaptuar këto sipërfaqet. Është një debat më kompleks se sa aq. Domethënë, fjala zaptim mund të shkojë, por ndoshta edhe nuk shkon, po të marrim përsipër të analizojmë të gjitha ngjyrat e atij muhabeti. Tevelia ama. Kështu e kanë komentuar, kanë zaptuar prona, nuk e them unë. Kanë zaptuar tokat në periferi ose në zonat nga ana tjetër, e pa banuar në atë kohë të Tiranës. Po, jemi te Velia. Po, te Velia me atë që po flas. Domethënë, në të njëjtën kohë, Velia është personi që sa herë ka pas mundësi të dalë në ekran, dhe në ekran dilte shumë shpesh, ishte i fiksuar të projektonte imazhin e një njeriu empatik, imazhin e një njeriu që i bënte thirrje njëri tjetrit për pak suport, për ta bërë atë supën më të ngrohtë, për të vënë dorën në qafë komshiut, për të kujdesur për atë të moshuarën kur bën vap, a ka ujë të freskët në shtëpi, a ka kondicioner, apo për të kujdesur nëse plaku që banon aty lart në katin lart, a ka ngrohje apo jo në dimër, e në të njëjtën kohë është i njëjti person që sensibilitetet e njerëzve që tek prisha e teatrit shikonin prishjen e kujtimeve të tyre. Dhe ti atëherë ke reaguar fuqishëm. Në momentin që është prish teatrit, ti ke bërë status kundër Erion Veliaj. Po, sepse ajo ishte në një farë mënyrë një vetë ofrim arrogant për të bërë punën më të ndyrë që asnjë Elis nuk ja ka bërë Edi Ramës më parë. Kështu që ndoshta për këtë guxim arrogant, ndoshta dhe e meriton të jetë aty ku është, pavarësisht se në aspektin njerëzor mua vazhdon të më vi keq. Po, na vjen keq. Kristi gëzuar. U kënaqëm deri tani? Po, shumë. Shumë. Ti u kënaqe? Po. Intervistë me shokun tim të ngushtë. Kristi, çfarë mendon për dashurinë? Ekziston dashuria?
Sigurisht që ekziston dashuria. Ka një aspekt evolucionar. Do të thënë na ka shërbyer për të mbijetuar gjatë evolucionit. Po. Sepse dashuria çon drejt ndërtimit të një bashkëtese edhe drejt ndërtimit të jetës së re, e cila është premisa pasaj për fillimin e familjes, për rritjen e fëmijëve. Dashuria shumë studime që përpiqen ta shikojnë në këtë këndvështrim e konsiderojnë si shpërblimin që njeriu jep vetes për të ndaluar së kërkuari njeriun e duhur. Sepse përndryshe do duhet të kërkonte pambarimisht, edhe nuk do të ishte efikase, sepse në vend që të kërkonte duhet të ndërtonte familjen, kupton? Kështu që dashuria është një shpërthim biologjik, është një shpërthim kimik mbi të gjitha, është një shpërthim psikologjik që shërben për ta shpërblyer njeriu, për ta bërë të thotë ky është njeriu i dur, edhe për ta ndaluar atë procesin e gjatë të kërkimit që mund të zgjas pambarim. Po, kur vjen ai duri nuk do kërkosh më. Tani dashuria të sëmur apo të shëron? Si ndjenjë? Se ka njerëz që thonë mua dashuria më smur. Patjetër, ka në aspektin e emotional attachment apo tashimeve emocionale, ka shumë njerëz që marrëdhënia i bën të ndihen keq, sepse shumë prej tyre mendojnë se kanë frikë nga të qenit të braktisur. Ka shumë njerëz që për shkak të atashimeve të tyre emocionale në fëmijëri janë mësuar me faktin që të qenit vulnerabël është diçka e keqe që i ekspozon ata ndaj lloj gjërave të këqija, kështu që sa herë që një partner që mund të ketë frikë nga braktisja bëhet kështu tenton të afrohet sa më shumë, ky partneri tjetër ndihet edhe më i rrezikuar, kështu që patjetër që ka dinamika që i sëmurin njerëzit, edhe ndaj kemi terapi familjare, ndaj kemi terapi çifti, ndaj kemi terapistë që merren gjithë jetën domethënë trajnohen për të ndihmuar çiftet që sëmuren nga dashuria. Kështu që për fat keq, po, dashuria në shumë raste të sëmur. Të sëmur. Unë pash ca foto, se duhet ndaloj dhe pak të kjo historia e Limos Dizdarit. Pash ca foto që ti kishe postuar në Facebook, ku kishe qenë tek shtëpia e Limos Dizdarit në Amerikë, apo aty ndodhet për momentin, që është, duhet ta themi, nuk e di a ke thënë ndonjëherë, është burri i tezës. A është preja mi e bërë si burri tezës, po nuk është rasti i Limos Dizdarit. Adriana Dizdari është tezja jote që është pianiste. Po, Adriana është pianiste. Pianiste. Si ishte Limos Dizdari, sepse para 3 vitesh u folë që u smur, pati një problematik në lidhje me zemrën. Si e gjete dhe si e le ati ku shkove? Limosi ishte mirë, unë e gjeta me të njëjtin pasion për muzikën, për politikën, për njerëzit, për librat. Mbaj mend jo këtë herë, një herë tjetër më pyetin në lidhje me një libër të Mitrushit. Këtë herë po bënim disa po i tregoja diçka për Spotify-n, po më tregonte se sa është në dijenik të Spotify. Po patjetër që po. Është se është ditëlindja 42 jeti unë. Është në dijenik të Spotify, por sepse patjetër që ai është mjeshtër i muzikës dhe ushqehet nga muzika, kështu që dëgjon orë të tëra muzikë, edhe shkruan, edhe prodhon, edhe krijon. Po sigurisht unë mendoj që për njerëzit kur në një farë moshe kur shkëputen nga ambienti tyre natyral, ndjen një lloj izolimi që mund të jetë i vështirë. Për fat mirë ai është i shoqëruar nga bashkëshortja, ka vajzën e vet në New York, kam besat e tij atje, kështu që kam të gjithë mbështetjen është i rrethuar nga dashuria. Dhe është i rrethuar edhe nga dashuria e shqiptarëve që ndalojnë edhe në rrugë, momentin kur
po largohesha, pash që e ndaluan disa shqiptar aty. Më thënë është vip atje. Nëse ai ka bërë muzikë, filmash edhe është ka qenë deputet, Te jo ka vetëm, një domethënë njerëzit e mbajnë mend për muzikën e filmave, por sigurisht por ka edhe bërë për shumë më simfonit. tepër se. Dhe ndërkohë, tezja ime është vazhdon punon, vazhdon mëson fëmijët për piano. Ti ke ndonjë prirje muzike nga Adriana, nga tezja jote apo jo? Ke pas ndonjëherë? Unë ku kam kënduar kur kam qenë i vogël, dhe dëshirë të madhe për të mësuar piano në fakt, por nuk e dija është prirja apo jo, nuk e kam kuptuar. Tani sot çfarë muzike dëgjon ti, Krisi Pinderi, kur je në një gjendje kështu melankolie ose i pushtuar nga ndjenjat e dashurisë së thellë, por një mashkull tjetër? Unë kam disa playlist në Spotify edhe në fakt. Dhe kush janë emrat e këngëtarëve? Po mund të Marco Mengoni? Po. Po, Marco Mengoni patjetër. Që i dëgjon në gjatë ditës. Që i dëgjoj gjatë ditës. Po unë kam një playlist që kam titulluar 2025, aty është pak mix. Kam një playlist që kam titulluar Almare, që është vetëm me muzikë italiane. Kam një playlist që është Mi, që janë muzikë që mendoj që më pëlqejnë mua pavarësisht kohës. Kam disa playlist në lidhje me janar, shkurt, mars, muaj të ndryshëm, edhe kam një playlist për kampusin, që zakonisht e dëgjoj kur jam në kampusin. Kur je në kampus që ndjek universitetin. Po. Tani, para disa vitesh, po 10 vite më parë, ti Krisi ishte shefi këtyre paske këta kupave. Po, e ruaj, edhe ta kam thënë posaçërisht prit. Si ta drejtoj te kamera? Është një kup Aleanca LGBT, pro LGBT, i jepet alat e vitit zonjës Klotilda Arka, ka qenë në vitin 2015. Edhe, sërse ma ka dhënë vetëm mua, kisha shumë emra aty, Andi Bushati, Sonila Meço, nuk i mbaj mend tani, në këtë kategorinë. Bonit një mbrëmje gala në Hotel Rogner dhe jepnit këto kupat për gjithë personazhet që mbështesnin shpirtërisht ose dhe me shkrime ose me deklarata publikisht mbështetje publike komunitetin LGBT. Mendoj se ti ke pas bërë disa shkrime shumë të mira. Unë kam bërë shumë shkrime. Po, prandaj ke marrë çmime pra. Ka qenë një formë jona për të thënë ti faleminderit për mbështetjen dhe për guximin, sepse në 2015-ën të shkruaje për LGBT të kërkonte një far guximi. Edhe ishin shumë të veçantë gazetarët që si të thuash të pakt që e te kalonin këtë, si thuash atë stigmën sociale dhe shkruanin pa problem për LGBT. Dhe njëra për tyre edhe ti. Jam të faleminderit. Ke marrë me merit atë çmimin, jo se je shoqëri. Po ndaj ti se mbaje mend fare, më kupton? Ma kanë thënë stafi yt. Okej, ishte kënaqësi Krisi. Ti do kthehesh në Kanada. Sa orë është fluturimi? Do kthehesh nesër? Do kthehem në Greqi disa ditë pastaj në Greqi. Po ku në Greqi aty në Athinë? Ta se do shkoj tek ai ishulli i çmendur Santorini, apo jo? Kam qenë në Mykonos, në Santorini nuk kam qenë. Në Mykonos, po. Po kam qenë në Mykonos. Mirë, për aventurat, çfarë ke bërë atje dhe ndek ti në gjithë botën, na tregosh një herë tjetër. Ishte kënaqësi. Më shumë derë për atë lloj mohabeti. Më shumë gëzuar. Faleminderit që ishe në Close Friends. Faleminderit ti për ftesën. Edhe për miqësinë tonë disa vjeçare. Shpresoj ta ruajmë. Pa të bëft mirë. Gëzuar. Edhe ti.